Kryeministri ka optuar në Bruksel sepse nesër ka edhe takimin ndërqeveritar ku një ndër pikat kryesore të I-Barit është pikërisht dhe pastrimi I parave. Tani, një pushtet që shkel ligji nuk quhet qeveri, po quhet mafia, ka I rregull universal për këtë. Në ekip mafioz nuk ka pëlqime, po ka interesat përbashkëta. Këto janë rregullat cilat ne I kemi mësu kur kemi studiu mafjen. Është e njëjta gjë që po ndodh me qeverinë shqiptare. Pra, po të shikojmë qeverinë shqiptare, nuk kemi të bëjmë me një ekip qeveritar, këshill ministrash, po kemi të bëjmë me një ekip mafioz. Pra, kush kapet, është kodi omerta, ai që është I paprekshëm është kryeministri në këtë rast. Paradoksi që ju sillni është shumë I saktë dhe është therrës nga ana tjetër, pra në momentin që ne duam të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, ne po na thot vetë Europa, që është Italia kësaj radhe, që këtu pastrohen parat dhe qeveria jonë është e lidhur drejt për drejt me lekët e krimit edhe të drogës. Jo vetëm kaq, ne humbëm një shans shumë të mirë me datën 1 maj, ku kishte një afat nga Departamenti Amerikan I Shtetit për pastrimin e parave që po ndodhte në Tiranë, përsa I përket kullave dhe ndërtimit. Pse humbëm këtë? Për shkak gjeopolitikës dhe luftës që u hap në Iran. Ata nuk patën mundësi të merreshin me neve, ama ekzistojnë 18 deklarata gjithsej ku ne paraqitemi si kartel droge. Ditën e ditëlindjes tonë, të kombit shqiptar me 28 nëntor, ne na u tha që duhet luftojmë kartelet e drogës. Ç'pun kemi ne me kartelet e drogës? Pra, si ka mundësi që një vend si Shqipëria u fut në këtë hartë? Si ka mundësi që çdo deklaratë që vjen përtej Atlantikut nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës na paraqet në Shqipërinë si kartel droge? Si ka mundësi dhe çfarë ndodhi edhe me shtetin italian, sepse kam një kritik realisht se para 10 vitesh ishin po këta që thonin në Shqipëri nuk ka asnjë plantacion me drogë. Fabrizio Lisi. Pikërisht pra. Personazhi I dosjes. Kishim një njeri I cili e dha Shqipërinë e kishte kontrollu me helikopter. Lule në busta drejt. Po pra, ndërkohë që këtu bëhej nami dhe kishte shku Kili Ashashit, Elker Bushkole e di më mirë se unë këtë histori. Kështu që e parë të këndvështrim tani gjërat kanë lëvizur. Kemi edhe një ambasador të ri që do vi, ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo nuk është prioritet. Absolutisht, kjo nuk është luk boshe, por kjo është një prioritet I Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por rrjedhoi edhe agjencive tjera, siç është dhe Italia në këtë rast, që këtu bëhet fjalë për paratë e drogës të ngulura në kulla në mes të Tiranës, sepse paradoksi është si ka mundësi që kemi një bum ndërtimesh dhe ne çiftet e reja nuk kemi mundësi do të me ble shtëpi. Pra, nuk kemi mundësi për me nis jetën normale siç mund ta nisim. Një ligjësi ekonomike do të pranonte që në një ofertë kaq të lartë çmimet janë. Është e paimagjinueshme, jam interesu, nuk jam ekonomist, ti e njeh më mirë, është kuzhina jote, por jam interesu çka ka ndodhur me vendet e tjera. Ka ndodhur kolaps në Bullgari, ka pas njëjtën situatë, edhe në disa vende të tjera. Edhe Greqia kur I ndodhi ran çmimet në mënyrë të frikshme Nuk lulëzoj me ekonominë e drogës, pra ta harrojmë, ka dështu Kolumbia dhe nuk mund të jemi neve shpikësit e rrotës, pra Shqipëria një vend totalisht eksperimental. Dje kisha një informacion të publikuar, është në fakt burimi Ministria e Financave që 50% të ardhurave për këtë pjesë nga janari dhe deri tani të vitit që jemi kanë ardhur nga ndërtimi, nuk ka ndodhur kurrë. Pra gjysmën e të ardhurave, ky vend nuk prodhon më. Ky vend nuk ka më asgjë, bile s'ka mundësi të heqim dorë dhe nga tregtia, mendoj unë. Dhe me këtë mendje vetëm ndërtimi. Atëherë jemi në një pikë që ta përmbyll, domethënë, jemi në një pikë që ne duam shkojmë drejt Evropës ose më saktë kështu na thuhet, domethënë nga zoti Rama, për mendimin tim ai nuk do të futet në Europë sepse bën totalisht kundërtën që mos të futet në Europë, sepse në rast se ne futemi në Europë është afër mend që I zuri derën I Bari domethënë. Po patjetër se ka disa rregulla strikte dhe nuk ndodhin më këto që po ndodhin tani. Dhe paradoksi është që njeriu që po mban peng aspiratën e shqiptarëve që ka ngel të shpreha e duam Shqipërinë si gjithë Europa, që duhet zëvendësohet ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, se kemi 35 vite që merrem me këtë punë, është ky njeri që nuk lëshon këtë rast Belinda Ballugut që është një gur themeli për afirmimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Pse nuk e thot Auloni, e tha McAllister, I cili është një njohës shumë I mirë I Shqipërisë, erdhi përmes edhe krizën e Çadrës atëherë në 2017. Dhe ai njeri e përmeni me emër për te diplomacisë ngurt. Ne I dim shumë mirë si vinë eurodeputetët tu, marrin ai valixhe, ikin punë vet, ose më saktë bën atë. Po, patjetër. Kësaj radhe ne kishim një fjali të qartë nga ata, gjermanët u investuan fuqishëm, sepse e kanë dosjen e Belinda Ballugut, kjo është e konfirmuar botërisht tani, që ka rrjedh nga grupi parlamentar I Partisë Socialiste. Kjo dosje që është në duart e gjermanëve, që po mban peng aspiratën e shqiptarëve. Pra ky njeri në Greqi, mos shkojmë larg, 13 deputet u lëshuan menjëherë pas skandalit që ndodhi me bujqësinë, apo jo? Në Shqipëri dhe ishte parti në pushtet në Greqi, mos harrojmë, pra 13 imunitete të deputetëve u lëshuan për 1 orë. Në Shqipëri,
që ta mbyll domethënë, është shumë fyse që ne kemi 6 muaj që diskutojmë emrin Belinda Balluku, 8 muaj. Pra, të hapësh kanalet tona televizive, Belinda Balluku, ore, kjo i serviret shqiptarëve çdo natë. Ne meritojmë më shumë, kupton? Pra nuk mund të jemi me këtë emër. Po, nuk mund të jemi, po ka dy gjëra. Nga njëra anë është